Leximi i ditës, Ungjilli Lukës, kapitulli 20, vargu kyç. Atëherë tha atyre: jepini pra Cezarit ato që janë të Cezarit, dhe Perëndis ato që janë të Perëndis. Shpjegimi. Kapitulli 20 është një betejë e autoriteti në tempull. Udhëheqësit fetar përpiqen ta zënë në kurth Jezusin me pyetje mbi autoritetin, taksat dhe ringjalljen. Jezusi i përgjigjet çdo kurthi me mençuri hyjnore, duke treguar se autoriteti i tij është mbi çdo sistem njerëzor. Pika kulminante është thirrja për t'i dhënë Zotit atë që i takon atij. Gjithë jetën tonë, pasi ne mbajmë imazhin e Zotit në shpirtin tonë, ashtu si monedha mban imazhin e Cezarit. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 20. O Zot Jezus, unë të falenderoj ty që ti je autoriteti suprem mbi jetën time. Unë rrethej që shpesh jam i zënë duke u përpjekur pëlqej botës, Cezarit, dhe harroj të t'i jap ty atë që të takon, zemrën dhe adhurimin tim të plot. Më fal për herët kur kam vënë në dyshim udhëheqjen tënde. Më jep mençurinë tënde për të lundruar në sfidat e përditshme. Më ndihmo ta kuptoj se jam i krijuar sipas imazhit tënd, dhe se e gjithë qenia ime të përket ty. Më bëj të palëkundur në besim, duke ditur se ti je Zoti i të gjallëve. Amen.